SPAK vijon hetimet në kuadër të dosjes së njohur si Akshi. Këtë të njëjtë, para prokurorisë së posaçme, u paraqit Xhenila Tamizi, varësja e biznesmenit në Arrati, Ermal Beqiri. Ajo është thirrur për të dhënë deklarime lidhur me hetimet që përfshin pasurinë dhe aktivitetin e dyshuar kriminal të grupit. Hetimet kanë zbuluar se biznesmeni ka regjistruar pronësinë e një jahti luksoz në emër të Tamizit. Jahti është bllokuar nga SPAK dhe ndodhet aktualisht i amboruar në portin e Durrësit. Në fokus të hetimeve janë dyshimet për afera korruptive dhe përfshirja e një grupi të strukturuar kriminal përfshirë edhe Ermal Beqirin. SPAK ka konstatuar faturime miliona euro nga kompanitë e biznesmenëve të shpallur në kërkim, duke përfshirë 10 procedura të fituara nga kompania Soft Solution, e zotruar nga Beqiri, si dhe nga kompani të tjera të lidhura. Hetimet vazhdojnë për të sqaruar lidhjet mes pasurive, procedurave fituese dhe aktivitetit të dyshuar kriminal.